Përshëndetje. Kështu, në fillim të mësojmë përkyçjen në internet përmes modemit, përmes operatorit që na është frumëndësia, në këtë rast e kemi Eko. Jesë se si do të vazhdojmë për fillim. Të shkojmë në Network, Properties. Kjo pamje na tregon se ne jemi të siguruar që modemin e kemi të rregulluar paraprakisht dhe kemi kyçur kabullin LAN në portën e motherboardit në shtëpisën tonë dhe do të shkojmë në adapteret e rrjetit. Siç po shihet këtu është disable, është e pamundshme dhe ne do të bëjmë enable, do ta bëjmë për më kyç një herë me modem. Këtu tash jemi të kyçur dhe ky është ka mundohet me bëjë identifikimin, por nuk mundet se do të japim username-in dhe password. Pra, për të krijuar një user, ne kemi këto mundësi përmes fireless-it, përmes motherboardit, dial app, VPN e të tjera. Ne të shkojmë set up a new connection or network. Të shkojmë në të parën, next, brandpan PPOA. Klikojmë këtu, e shënojmë username. Qofse dojmë të hekim dilemat për ta shqyquar passwordin, shkojmë në show characters dhe remember this password, shkojmë clip code. Shkojmë connection. Këtë rast është duke verifikuar username dhe passwordin për ka pranuar të gjitha. Tash të ban testin në internet dhe na jep mundësi për më shkruaj një shpëtus grosave. Ka internet një